Tirana kishte aterën e saj të përzirë që nuk e gjen askund tjetër, një përzirje pluhuri, gazi makinash, kafeje të djegur lehtë dhe lagështje që ngjitin nga trotuaret, sidomos në mëngjesherët. Ishte ora kur qyteti zgjohej pa zhurmë, kur dyqanet ende nuk kishin hapur plotësisht qepenat metalik dhe shitësit e parë të byrekut nxirrnin në avullin e nxehtë që përhapej si një premtim i vogël për ata që kishin fjetur pak. Çdo ditë kaloja nga njëjti rrugic, pa e menduar fare pse sikur këmbët e mia e dinin vetë rrugën. Në fillim mendoja se ishte thjesht shkurtim distance, por me koha kuptova se rruga kishte filluar të më zgjidhte mua, Joana Sjeltës. E shija gjithmonë në të njëjtin vend, afër një kioske të vjetër telefonike që nuk punonte prej vitesh. Burri i pastre rinte ulur në tokë, me shpinë të mbështetur te betoni i ftohtë, me një batanie gri që dukej sikur kishte kaluar më shumë dimra se sa unë kisha vite mbi supe. Në fillim e vura re vetëm si siluet, një prani që nuk binte në sy mes reklamave shumë ngjyrëshe dhe nxitimit të njerëzve. Pastaj fillova të dalloj detaje, mjekrën e thingër në mënyrë të çrregullt, sytë e thellë që nuk kërkonin asgjë me ngulm, duart e forta por të çara, sikur dikur kishin punuar shumë. Herën e parë i dhash para pa e menduar. Një monedhë vogël, po thuajse automatike si të paguaje për parkim. Nuk ndala, nuk e pash drejtë në sy. Vazhdova rrugën dhe harrova brenda pak minutash. Por ditën tjetër, kur kalova përsëri, ai ishte aty. Nuk më pa menjëherë, por sikur e ndjeu pranin time. E nxora sërish për të folin. Këtë herë, para se të largohesha, sytë tanë u takuan për një çast. Nuk kishte falenderim, nuk kishte lutje. Vetëm një shikim i qetë, i rënd, që më mbeti në mendje gjithë ditën. Kështu filloi. Çdo ditë, pothuajse në të njëjtën orë, i jepja para. Ndonjëherë monedha, ndonjëherë një kartëmonedhë të vogël. Nuk ishte çështje bamirësie, as ndonjë ndjenje e madhe njerëzore që doja t'ia pranoja vetes. Ishte bërë pjesë e rutinës sime, si kafeja e mëngjesit apo ndezja e telefonit. Nëse një ditë do të kaloja pa e bërë, do të më dukej sikur diçka nuk shkonte. Me kalimin e javëve, fillova ta vëzhgoj më shumë. Nuk fliste me askënd. Nuk shtrinte dorën për të kërkuar. Thjesht rinte aty, si një copë e palëvizshme e qytetit. Njerëzit kalonin pranë tij pa e parë, ose duke e parë vetëm sa për të siguruar veten që nuk do t'u kërkonte gjë. Ai kishte një lloj dinjiteti të çuditshëm, një heshtje që nuk ishte dorëzim, por shëndrim. Një ditë vura re se kishte një libër pranë tij. Ishte i vjetër, kopertina e konsumuar, faqet e zverdhura. Nuk arrita të dalloj titullin. Libri më hutoi më shumë se sa varfëria e tij. Nuk përputhej me imazhin që kisha ndërtuar pa dashje. Doja të pyesja, por nuk e bëra. Ja lash parat dhe u largova si gjithmonë, me një ndjesi të lehtë sikur po humbisja diçka të rëndësishme. Ditët u kthyen në muaj. Stinët ndryshuan pa buje. Tirana u mbush me dritë vere, pastaj me shi të papritur vjeshte. Ai ishte gjithmonë aty. Ndonjëherë duke më i lodhur, ndonjëherë më i përqendruar, por vendi i tij nuk ndryshonte. Fillova të ndjej një lloj përgjegjësie të pashpjegueshme. Jo vetëm për parat, por për vetë faktin që ekzistonte në jetën time, edhe pse në mënyrë të heshtur. Një mëngjes, ndërsa po i afrohesha, vura re se kishte një fashë të vjetër rreth kyçit të dorës. Ishte e ndotur e liruar. Më erdhi instinktivisht dëshira të ndaloja, të thosha diçka, por fjalët nuk më dolën. Tirana nuk të mëson të flasësh me të huajt, sidomos me ata që mbartin histori, që nuk i do mbi vete. Ja lash parat pak më afër se zakonisht dhe u largova me hapa më të shpejt. Atë ditë nuk arrita të përqendrohesha në punë. Mendja më kthehej vazhdimisht te ai. Pse ishte aty? Sa kohë kishte që jetonte kështu? A kishte pasur ndonjëherë një jetë tjetër? Pyetje që zakonisht i shmangja, tani më ndishnin kudo. E kuptova se marrëdhënia jone e heshtur kishte kaluar një vijë të padukshme. Nuk ishte më vetëm dhënie parash. Ishte një lloj lidhje e çuditshme e pabarabartë, por reale, një ditë nuk ishte aty. Vendi ishte bosh. Batania mungonte. Libri nuk dukej. Unë dala pa e kuptuar pse. Shëndrova disa sekonda duke parë trotuarin, sikur prisja që ai të shfaqej nga diku. Ndjeva një boshllëk të çuditshëm, një zhgënjim të papritur. U largova me një ndjenjë faji, sikur kisha humbur diçka që nuk më përkiste, por që megjithatë e kisha marrë si të mirëqen. U kthye pas 2 ditësh. Ishte më i dobët. Fytyra i dukej më e mbyllur. Kur i lash parat, sytë e tij u ngritën drejt meje për pak më gjatë se zakonisht. Pata përshtypjen se donte të thoshte diçka, por heshti. Heshtja e tij atë ditë ishte më e rëndë, sikur mbante brenda fjalë që nuk kishin gjetur ende momentin e duhur. Fillova ta pres. Jo me padurim, por me një lloj vetëdieje të re. Çdo mëngjes, përpara se të arrija te ai vend, pyesja veten nëse do të ishte aty. Nëse nuk do të ishte, dita ime do të kishte një shije tjetër. Ishte absurde, por e vërtet.
Ai ishte bërë një pikë referimi, një dëshmi e vazhdimësisë sime në një qytet që ndryshonte vazhdimisht. Një mëngjes dimri, Tirana ishte më e ftohtë se zakonisht. Ajri të priste frymën. Rrugët ishin më të qeta. Ai ishte aty, i mbështjell më fort me batanien. Kur u afrova, për herë të parë ndjeva një lloj frike të paqartë. Nuk e di pse. Ndoshta sepse për herë të parë po e shija si më shumë se sa një figurë të largët. Ngjora parat, u ula pak për t'ia lënë më pranë, dhe në atë moment ndodhi diçka që nuk e kisha parashikuar kurrë. Dora e tij u shtri dhe më kapi për krahu. Kapja nuk ishte e fortë, por ishte e vendosur. U ngriva në vend. Njerëzit kalonin, por askush nuk e vuri re. Sytë e tij u ngulën të tëmit, me një intensitet që më bëri të harroj gjithçka përreth. Për herë të parë, ai theu heshtin që kishte ndërtuar për muaj të tërë. Goja ju hap ngadalë, sikur fjalët të kishin peshë. Dhe atëherë, me një zë të ulët, të ashpër nga koha dhe nga gjërat e pathëna, ai tha diçka që ndryshoi mënyrën se si do ta shihe jo vetëm atë, por edhe veten time, për gjithmonë, ai nuk e ngriti zërin. Nuk kishte asgjë kërcënuese në tonin e tij, por fjalët ranë mbi mua si një peshë që nuk dija si ta mbaja. Mos u tremb, tha. Nuk të kapa për të marrë gjë. Thjesht sot ishte dita. Kapja u lirua, por krau më mbeti i ngurtë, sikur lëkura ime ende e ndjente formën e dorës së tij. Njerëzit vazhdonin të kalonin pranë nesh, disa me kafe në dorë, disa me sy të ngulur në telefon, askush i vetëdijshëm se në atë cep trotuari, po ndodhte diçka që për mua ishte kthes. U ngrita ngadalë, pa ditur nëse duhej të largohesha apo të qëndroja. Për herë të parë pas muajsh, nuk u largova menjëherë, ai uli syt për pak qaste, sikur po mblidhte mendimet, ose ndoshta po luftonte me një zakon të vjetër për të mos folur. Vurare se zëri i tij kishte një qartësi të çuditshme, jo zëri që prisje nga dikush që kishte jetuar aq gjatë në rrugë. Ishte i lodhur, po, por i rregullt, i formuar. Ti kalon këtu çdo ditë, vazhdoi. Gjithmonë në të njëjtën orë. E njëjta ecje. I njëjti hap paksa i shpejtuar, sikur e gjithmonë vonë për diçka edhe kur nuk je. Më përshkroi me një saktësi që më shqetësoi. Nuk kisha menduar kurrë se dikush më vëzhgonte kaq nga afër, sidomos dikush që unë e kisha menduar si figurë statike, pothuajse e padukshme. Unë ndjeva e zhveshur, jo fizikisht, por në një mënyrë më të thellë. Nuk e di pse po ma thua këtë, thash, zëri im doli më i thatë se çprisja. Ai buzëqesh i lehtë, një buzëqeshje që nuk kishte asgjë të përulur apo kërkuese. As unë nuk e dija deri sot, por ka gjëra që nuk mbahen më gjatë brenda. U ul përsëri në vendin e tij, sikur ky ndërprerje të kishte qenë thjesht një nevojë e shkurtër, jo një akt i madh. Unë mbeta në këmbë e pasigurt. Instinkti më thoshte të largohesha, por një pjesë tjetër, më e re dhe më pak e trajnuar për të mbrojtur, më mbajti aty. Ti nuk më ke pyetur kurrë, tha. Dhe për këtë të jam mirënjohës. Kjo fjali më hutoi. Për çfarë? Për asgjë, u përgjigj ai. Për jetën time, për pse jam këtu, për çfarë kam qenë. Njerëzit pyesin për të lehtësuar veten, jo për të kuptuar tjetrin. Fjalët e tij më goditën me një qartësi të pakëndshme. Ishte e vërtetë. Nuk e kisha pyetur, ndoshta sepse nuk doja përgjigje. Sepse pyetje do të më kishin detyruar të përfshihesha më shumë, të pranoja një lidhje më të thellë se sa një monedhe hedhur në heshtje. Ai mori librin pranë tij dhe e rregulloi mbi gjunjë. Tani pash titullin, ishte një përmbledhje esesh filozofike e vjetër me shënime në margjina. Shkrimi ishte i tij, i imët dhe i rregullt. Nuk ishte libri i dikujt që thjesht e kishte gjetur rastësisht. Kam qenë mësues, tha papritur, pa hyrje, sikur po fliste për motin. Jo në shkollë të madhe. Një gjimnaz këtu, afër lanës. Letërsi. E dëgjova pa e ndërprer. Diçka në mënyrën si e tha më bëri, ta besoj menjëherë. Nuk ishte asnjë nevojë për të më bindur. Kam pasur një jetë normale, vazhdoi. Orar, koleg, libra që i mbaja me kujdes, një shtëpi të vogël. Një martesë që zgjati aq sa duhet të zgjaste. Fjalët e tij rridhnin ngadalë, pa dramatizëm. Nuk po rrëfente për të më bërë të ndihesha keq. Thjesht po vendoste fakte sigur mbi tokë. Pastaj, tha, dhe heshti për një çast më të gjatë, ka momente që nuk duken si fund, por janë. E ndjeva veten të ulesha ngadalë në bordur, pa e menduar. Isha lodhur nga qëndrimi në këmbë, por edhe nga përpjekja për të mbajtur një distancë që tashmë ishte thyer. Njerëzit vazhdonin të kalonin, por zhurma e qytetit ishte zbehur, sikur dikush kishte ulur volumin. Ai më tregoi për vitet e fundit të punës së tij, për ndryshimet që nuk i kuptonte, për ndjesinë se po bëhej i padukshëm, edhe para se të përfundonte në rrugë. Më tregoi për një gabim, jo të madh në sytë të tjerëve, por fatal për të. Një nënshkrim i vendosur gabim, një përgjegjësi e marrë mbi vete për dikë tjetër. Një padrejtësi e vogël që u kthye në rrëshitje të gjatë. Kur humbet punën, tha, njerëzit mendojnë se humbet vetëm të ardhurat.
Nuk e kuptojnë se humbet edhe zërin. E dëgjoja dhe ndjeja diçka që nuk e kisha ndjerë më parë, një lloj turpi që nuk ishte drejt për drejti imi, por që më prekte. Unë kisha kaluar çdo ditë pranë tij, e kisha parë, por nuk e kisha dëgjuar kurrë. Pse sot, e pyeta më në fund. Pse vendose të flasësh sot? Ai ngriti sytë drejt meje. Sepse sot po ikja. Fjala ra mes nesh si një gur në ujë të qetë. Të ikje ku? Nuk e di ende, tha. Por jo këtu. Jo më. Një ndjenje e çuditshme më pushtoi. Frikë, humbje, apo thjesht një egoizëm i maskuar si shqetësim, sepse po humbisje një pjesë të rutinës sime? Dhe deshet çfarë? Pyeta. Të më thuash lam të mirë. Ai tundi kokën lehtë. Jo. Desha të lija diçka tjetër. Futi dorën në mbatanie dhe ngjori një zarf të palosur. Ishte i vjetër, pak i zverdhur, por i mbyllur me kujdes. Mas gjati pa u ngritur. Nuk dua që ta hapësh tani, tha. As këtu. Hape kur të jesh vetëm. E mora zarfin me një hezitim që nuk e fshija dot. Çfarë ka brenda? Një kujtesë, u përgjigj ai. Për mua, dhe për ty. Para se të mund të thosha diçka tjetër, ai u kthye nga ana tjetër, sikur biseda kishte përfunduar. E kuptova se nuk do të merrja më përgjigje atë ditë. Unë ngrita ngadalë me zarfin në dorë dhe u largova me hapa që nuk i njihja më. Gjithë ditën zarfi më rëndonte në xhep sikur të ishte më i madh nga sa dukej. Nuk e hapa. E dija se nëse do ta bëja, diçka do të ndryshonte në mënyrë të pakthyeshme. Dhe ndoshta nuk isha ende gati. Në mbrëmje, kur u gjenda vetëm në apartamentin tim të vogël, me zhurmën e largët të Tiranës që hynte nga dritarja, e nxora zarfin dhe e vendosa mbi tavolinë. Shëndrova gjatë duke e parë, sikur të ishte një objekt i huaj që kishte gjetur rrugën gabimisht deri tek unë. Kur më në fund e hapa, kuptova se ajo që ai kishte lënë, pas nuk ishte thjesht një histori. Ishte një pasqyrë, letra brenda zarfit nuk ishte e gjatë. Ishte shkruar me dorë, me një shkrim të rregullt, po thuajse të kujdesshëm, si i dikujt që ishte mësuar të mendonte për lexuesin përpara se të mendonte për veten. Fleta ishte palosur disa herë dhe mbante një aromë të lehtë letre të vjetër, jo myku, por koha. Nuk kishte datë në krye, as përshëndetje. Vetëm fjali që fillonin me njëherë, pa hyrje, sikur rrëfimi të kishte nisur shumë kohë më parë dhe unë po futesha në mes. Ka njerëz që kalojnë në jetën tonë për të na kujtuar se sa pak shohim, shkruante ai. Ti nuk më ke parë kur plotësisht, por më ke parë mjaftueshëm sa të mos më bësh të ndihem i padukshëm. E lexova fjalin disa herë. Nuk ishte një akuzë, as një falënderim i thjesht. Ishte një vëzhgim i saktë, i ftohtë dhe i drejtë. Letra vazhdonte me një rrëfim të copëzuar, jo kronologjik, sikur kujtesa e tij nuk e ndishte më rendin e zakonshëm. Fliste për fëmijërinë në periferi të Tiranës, për vite kur qyteti ishte më i vogël dhe më i heshtur, kur rrugët kishin më pak drita, por më shumë fytyra të njohura. Për librat që kishte gjetur si stre, për idenë se dienia ishte një formë mbijetese. Nuk kishte sentimentalizëm, vetëm fakte të thëna me një qetësi që të bënte të ndaloje frymën. Pastaj, pa paralajmërim, letra ndryshonte drejtim. Ti nuk e di, shkruante, por ka një arsye pse të dallova që ditën e parë. E ndjeva një shtrëngim në stomak. U ula më drejt në karrige, sikur kjo do ta bënte më të lehtë leximin e asaj që po vinte. Ai shkruante se më kishte njohur më parë. Jo drejt për drejt, jo në mënyrën si njihen njerëzit që kanë ndarë një tryez apo një bisedë, por në një formë më të largët, më të heshtur. Më kishte parë në një moment të jetës sime, kur unë vetë mezi e mbaja mend atë periudhë. Një moment kur unë isha ende duke u formuar, kur nuk dija ende se çfarë do të bëhesha, por tashmë kisha nisur të largohesha nga ajo që isha. Letra përmendte një shkollë. Një ndërtesë vjetër, me muret që mbajnë ende erën e lagështisë dhe zërat e brezave që kanë kaluar. Përmendte një klasë me dritare të mëdha dhe banka të gërvishtura. Nuk përmendej emri im, por përshkrimi ishte i tillë që nuk mund të ishte askush tjetër. Një nxënëse që rinte gjithmonë në rreshtin e dytë, që lexonte më shumë se sa fliste, që dukej sikur ishte gjithmonë diku tjetër. Duart më filluan të më dridheshin lehtë. Kujtimet që kisha mbyllur me vite nisën të lëviznin, të kërkonin vend në mendjen time. Ai shkruante për një esë që unë kisha dorëzuar një herë. Një tekst i shkurtër, i thjesht, por që për të kishte qenë një shenjë. Një shkrim për humbjen dhe heshtjen për njerëzit që kalojnë pa u vënë. Nuk e mbaja mend më fjalë për fjalë, por e mbaja mend ndjesin. Ishte hera e parë që kisha shkruar diçka jo për notë, por për të nxjerrë diçka nga brenda. Ti ndoshta nuk më mban mend, shkruante ai, dhe kjo është në rregull. Mësuesit rrallë mbahen mend për te një moshe, por unë të mbaj mend ty. Më pushtoi një ndjesje e çuditshme, një përzierje mes nderimit dhe frikës. Ideja se dikush kishte ruajtur një copë të imes për kaq gjatë, ndërsa unë e kisha harruar, më tronditi më shumë se sa fakti që ai kishte përfunduar në rrugë.
Letra vazhdonte me një kthes edhe më të thellë. Ai shkruante se kishte ndjekur jetën time nga larg. Jo në mënyrë obsesive, jo duke më kërkuar, por duke u ndeshur rastësisht me emrin tim herë pas here. Një artikull i vogël, një përmendje, një punë që kisha bërë. Gjëra të vogla, të parëndësishme për botën, por që për të kishin qenë dëshmi se unë kisha vazhduar. Kur të pash për herë të parë në atë rrugë, shkruante, e dija që ishe ti. Ecja jote nuk kishte ndryshuar. As mënyra si mbaje çantën, as shikimi që gjithmonë kërkon pak më përtej asaj që sheh. Ndjeva një val të ftohtë përgjatë shpinës. Mendimi se ai më kishte njohur, ndërsa unë i jepja para si një panjohuri absolut, më bëri të ndihesha e vogël. Jo fajtore, por e zbuluar. Ai shpjegonte pse nuk ishte folur më herët. Nuk donte të prishte ekuilibrin e brisht që kishte ndërtuar për veten. Nuk donte të ishte një histori nga e kaluara që do të më ndishte. Por sipas tij, kishte ardhur një moment kur heshtja ishte bërë barë. Ti më ke dhënë para çdo ditë, shkruante. Por ajo që më ke dhënë më shumë ishte ndjesia se ende isha pjesë e këtij qyteti, jo vetëm një hije. Në fund të letrës, kishte vetëm një fjali. Nëse ndonjëherë ndjesh sërish e humbur, kthehu te ajo që shkrove atëherë. Ajo vajzë ende ekziston. E mbylla letrën ngadalë. Shëndrova gjatë pa lëvizur, me ndjesinë se diçka ishte zhvendosur brenda meje. Jo një zbulim i madh, por një rregullim i vogël i saktë, si të kthesh një objekt në vendin e duhur pas shumë vitesh. Të nesërmen, u ktheva në atë rrugë. Vendi ishte bosh. Kioska telefonike qëndronte aty, e heshtur si gjithmonë. Asnjë batanie, asnjë libër, asnjë shenjë e tij. Për disa ditë me radhë kalova aty, me një shpresë të pashprehur se do ta shija sërish. Por ai nuk u kthye. Qyteti vazhdoi ritmin e tij, i pamëshirshëm dhe i pandjeshëm ndaj mungesave të vogla. Me kohë, rutina ime ndryshoi. Fillova të vëzhgoj njerëzit ndryshe, të ndalem më gjatë, të dëgjoj më shumë. Jo sepse një burr i pastre më kishte dhënë një mësim moral, por sepse një njeri më kishte rikthyer një pjesë të humbur të vetes sime. Ndonjëherë, kur kaloj pranë atij vendi, më duket sikur e shoh ende siluetën e tij, të palëvishme me librin mbi gjunjë. Por e di që nuk është aty. Dhe kjo është në rregull, sepse disa njerëz nuk janë me anë për të qëndruar. Janë me anë për të ndaluar për një çast dhe për të kujtuar kush ke qenë. Pas asaj letre, ditët e mia filluan të rrëshasin në një ritëm tjetër. Jo më të shpejt, as më të ngadalt, por më të vetëdijshëm. Sikur dikush të kishte zhvendosur pak këndin e shikimit tim, dhe tani gjithçka duke e njëjta, por jo më njësoj. Tirana vazhdonte të zhurmonte, të ndërtojë mbi veten, të fshinte gjurmët e veta çdo ditë, por unë nuk ecja më nëpër të si më parë. Ecja me idenë se pas çdo fytyre kishte një histori që nuk do të ma tregonte askush, nëse unë nuk do të isha gati ta dëgjoja. Letra e tij nuk u bë një relike që e mbaja të palosur në sirtar. E ngjora shpesh, jo për ta rilexuar nga fillimi në fund, por për të ndarur të disa fjalë të caktuara si te gur orientues. Fjalët e tij për Esen, për vajzën që shkruante për humbjen dhe heshtjen, më kthyen te një version i imi që e kisha shtyrë në fund të kujtesës, jo sepse ishte i dhimbshëm, por sepse ishte i pambrojtur. Fillova të kërkoj, jo në mënyrë dramatike, por me një këmbëngulje të qetë. Librat e vjetër që kisha ruajtur nga shkolla, dosje me shkrime, fletore që i kisha marrë me vete nga një shtëpi në tjetrën pa i hapur kurrë. Në fund të një kutie kartoni, e gjeta. Eseja. Ishte më e shkurtër nga sa e mbaja mend. Fjalë të thjeshta, fjali që sot do t'i konsideroja naive, por që mbani një sinqeritet të papërpunuar. E lexova dhe ndjeva një ndjesi të çuditshme. Jo krenari, as turp, por njohje. Ajo vajzë isha unë. Dhe për vite me radhë, kisha jetuar sikur ajo nuk kishte ekzistuar kurrë. Ditët kalonin dhe figura e tij nuk më largohej nga mendja. Jo si mësuesi, jo si pastrehi, por si një nyje që lidhet dy skaje të jetës sime. Fillova të pyes veten se çfarë kishte ndodhur më pas me të. A kishte gjetur një vend tjetër? A kishte ikur nga Tirana? Apo thjesht ishte zhdukur në mënyrën se si zhduken njerëzit që nuk kanë askënd që t'i kërkoje? Një pasdite, pa e menduar shumë, shikova te gjimnazi që përmendte letra. Ndërtesa ishte aty, por e ndryshuar. Muret ishin lyer rishtazi, dritare të reja, por forma ishte e njëjtë. Obori më duke më i vogël se në kujtesën time. Gjithçka ishte zvogluar, sikur vitet kishin bërë punën e tyre jo vetëm mbi njerëzit, por edhe mbi hapësirat. Hyra brenda me një justifikim të thjeshtë. Askush nuk më ndaloi. Në korridore kishte zëra nxënësish, të rinj, të shkputur nga çdo ide se muret rreth tyre kishin parë breza të tërë që vinin e iknin. U ndala para një klase në katin e dytë. Dritarët e mëdha, bankat e reja, por në të njëjtin rend. Rreshti i dytë ishte aty. U ula për një moment në një nga bankat e pasme, duke u ndjerë huaj dhe njëkohësisht e lidhur.
Mendova për të, për mënyrën se si ai duhet të ketë qëndruar përballë kësaj klase, duke folur për letërsinë, për fjalët, për domethënien e gjërave që nuk duken. Mendova për ditën kur ai kishte lexuar esen time dhe kishte parë diçka që unë vetë nuk e shija ende. Në zyrën e mësuesve, pash një listë emrash të vjetër të varur në mur, një lloj kronike e heshtër e atyre që kishin kaluar aty. Emri i tij ishte aty. I vogël, i shtypur në letër, pa asnjë shënim tjetër, asnjë histori, vetëm një fakt. Një mësuese më e moshuar më pa teksa po shikoja listën. Më pyeti kë kërkoja. I thash emrin. Ajo u ndal për një çast, sikur po kërkonte në një sirtar të brendshëm. Ka vite që nuk është më, tha. Ishte njeri i qetë, shumë i përkushtuar. Pastaj gjërat u ndërlikuan. Nuk e pyeta më shumë. E dija se çfarë do që do të thoshte, nuk do të ishte historia e plot. Falenderova dhe u largova. Jeta ime vazhdoi, por jo si më parë. Fillova të shkruaj përsëri. Jo për publikim, jo për ndonjë qëllim të madh. Për vete, për të rikthyer atë zë që kisha mbytur me vite. Shkruaja për qytetin, për njerëzit që kalonin pranë meje, për heshtjet e vogla që mbartnin. Një mbrëmje, ndërsa po kthehesha vonë, pash një burr të ulur pranë një dyshani të mbyllur. Nuk ishte ai. E dija, por u ndala. U ula pranë tij për pak minuta. Nuk fola shumë. I lash diçka dhe u largova. Nuk ishte imitim. Ishte vazhdimsi. Disa muaj më vonë, mora një email nga një revistë e vogël letrare. Një tekst që kisha dërguar pa shumë pritshmëri ishte pranuar. Nuk ishte sukses i madh, as ndryshim jete, por ishte një shenjë. Një fije që lite atë e se të vjetër me këtë moment, ende kalojnë nga ajo rrugë ku ai rrinte. Ndonjëherë ndalem, ndonjëherë jo. Nuk e pres më. Nuk kam nevojë. Ai e ka bërë tashmë atë që duhej të bënte, sepse disa njerëz nuk hyjnë në jetën tonë për të qëndruar. Hyjnë për të na kthyer diçka që kemi humbur rrugës dhe pastaj largohen pa zhurmë, si të mos kishin qenë kurrë aty. Pjesa e fundit nuk erdhi si një ngjarje e madhe. Nuk pati kthime të papritura, as zbulime që të ndryshonin gjithçka në mënyrë dramatike. Erdhi ashtu siç vijnë gjërat më të vërteta, ngadalë, pothuajse pa u vënë re, derisa një ditë kupton se je diku tjetër nga ku ke qenë. Kaloi një vit. Tirana ndryshoi si gjithmonë. Një pallat i ri u ngrit aty ku dikur kishte qenë një obor i braktisur. Një lokal u mbyll, një tjetër u hap me të njëjtin emër, por me mobilim tjetër. Rrugica ku ai kishte ndenjur mbeti pothuajse e pandryshuar, sikur qyteti ta kishte harruar me qëllim. Kioska telefonike u hoq një ditë pa zhurmë. Askush nuk pyeti për të. Ashtu si askush nuk kishte pyetur për të. Unë vazhdova të shkruaj. Jo çdo ditë. Jo me disiplinë. Por mjaftueshëm sa të mos humbisja më veten. Shkrimi nuk më solli fam, as para, as ndonjë ndjenjë triumfi. Më solli diçka më të vogël dhe më të qëndrueshme, një ndjesë vazhdimësie. Sikur të gjitha fijet e shpërndara të jetës sime, të kishin filluar të lidhen, pa u shtrënguar fort. Letra e tij nuk ishte më në tavolinë. E kisha futur në një libër, midis faqeve që flisnin për kujtesën dhe harresën. Nuk e lexoja shpesh. Nuk kishte më nevojë. Ajo që kishte për të thënë, e kishte thënë një herë për gjithmonë. Një pasdite pranvere, ndërsa po kaloja pranë lanës, pash një burr që po shiste libra të vjetër mbi një batanie të shtruar në tokë. Librat ishin të rëmueshëm, disa pa kopertina, disa të shënuar me laps. U ndala pa e ditur pse. Mora një libër në dorë. Ishte i njëjti autor që ai lexonte dikur, i njëjti botim i vjetër. E hapa rastësisht, në margjin kishte shënime. Jo të tijat, ose ndoshta të dikujt tjetër që i ngjante. E bleva librin. Nuk e pyeta nga i kishte marrë. Disa pyetje janë të panevojshme. Librat, ashtu si njerëzit, kanë udhëtime që nuk kanë pse të shpjegohen. Atë mbrëmje, duke lexuar, kuptova diçka që më kishte shpëtuar për një kohë të gjatë. Ai burr nuk kishte hyrë në jetën time për të më ndryshuar drejtimin. Ai kishte hyrë për të më ndaluar për një çast, për të më bërë të shija, për të më kujtuar se vëmendja është forma më e pastër e respektit që mund t'i japsh një njeriu. Mendova për të gjitha ditët kur I kisha dhënë para pa e parë vërtet, dhe mendova edhe për ditën kur ai më kapi për krahu. Ajo kapje nuk ishte kërkesë, nuk ishte as falënderim. Ishte një akt I fundit mësimdhënieje, I bërë jo nga katedra, por nga trotuari. Nuk e mora kurrë vesh se ku shkoi. Nuk e mora vesh nëse ishte ende gjallë. Dhe, çuditërisht, kjo mungesë informacioni nuk më rëndonte. Jo çdo histori ka nevojë për mbyllje të plotë. Disa mbyllen duke mbetur të hapura. Sot, kur kaloj pranë njerëzve që lypin, nuk bëj sikur jam më e mirë se më parë. Ende jap para ndonjëherë. Ende kaloj shpejt ndonjëherë. Por ka diçka që nuk bëj më, nuk I shoh si pjesë të peizazhit.
Nuk i shoh si element të pandryshueshëm të qytetit. I shoh si jetë të plota që po ndodhin paralelisht me timen. Dhe ndonjëherë, shumë rrallë, kur një dorë më prek lehtë për krahu, nuk trembem menjëherë. Sepse e di që ka qaste kur bota na ndalon jo për të na marrë diçka, por për të na kthyer vëmendjen te ajo që kemi harruar. Ai burri i pastre nuk ishte një simbol, nuk ishte një mrekulli. Ishte thjesht një njeri që në fund të gjithçkaje bëri atë që kishte bërë gjithë jetën, mësoi dikë të shihte. Dhe kjo, më duket mua tani, është forma më e heshtur dhe më e qëndrueshme e mbijetesës.